Kapitulli 3. Rënja. Ndër të gjitha egërsirat e fushës që Zoti Hy krijoi, gjarë për ishte më dinaku. Ky i tha gruas: "Vërtet, Hy ju urdhëroi që të mos hani prej asnjë peme të kopshtit?" Gruaja ju përgjigj: "Ne i ham frutat e pemëve që janë në kopësht, por se për frytin e pemës që është në mes të kopshtit, Hy na urdhëroi të mos e ham, as të mos e prekim që të mos vdesim." Por se gjarpër i tha gruas: "Nuk do të vdisni as se si. Madje Hyi e di se kur do të hani prej saj, sytë tuaj do të hapen e do të bëheni por si Hyi, duke i njohur të mirën e të keqen." Atëherë gruaja, pas se pema ishte e mirë për ta ngrënë dhe e bukur për t'u parë, dhe pemë e dëshirueshme për të fituar dijen, gruaja mori prej frutit të saj dhe hëngri. Pastaj i dha dhe burrit të vet që ishte me të. Hëngri edhe ai. Atëherë u hapën sytë të dyve. Kur panë se ishin lakuriq, gërshetuan gjethe fish dhe bën bështjellës për vete. Kur pastaj dëgjuan zërin e Zotit Hy që po shëtiste nëpër kopësht, në freskinë e pasdites, njeriu e gruaja e tij u fshehën para Zotit Hy ndërmjet pemëve të kopshtit. Zoti Hy e thirrë njeriun e i tha: "Ku je?" Ky u përgjigj: "Dëgjova zërin tënd në kopësht e u tremba, sepse jam lakuriq e u fsheha." Ai i tha: "Kush të tregoi se je lakuriq? A mos hëngre frutat nga pema prej së cilës të kam urdhëruar të mos hash?" Njeriu përgjigj: "Gruaja që ma dhe për shoqe, ajo më dha frut prej pemës dhe hëngra." Atëherë Zoti Hy i tha gruas: "Pse e bëre këtë?" Gruaja u përgjigj: "Më gënjeu gjarpri dhe hëngra." Atëherë Zoti Hy i tha gjarprit: "Pasi e bëre këtë gjë, qofsh mallkuar ndër të gjitha baktit dhe kafshët e egra. Do të ecësh përmbi barkun tënd dhe do të hash pluhur në të gjitha ditët e jetës sate. Armiqësi do të vë ndërmjet teje e gruas, ndërmjet farës sate e farës së saj. Fara e saj do të ta ndrydh kokën, kurse ti do t'ja sulmosh thembrën." E gruas i tha: "Do t'i shtoj mundimet e 7 zanisate, në mundime do t'i lindësh fëmijët. Dëshirimi yt do të shtyjë nga burri yt, e ai do të sundojë mbi ty." Kurse njeriu t'i tha: "Pasi e dëgjove zërin e gruas sate dhe hëngre frutin prej pemës që të pata ndaluar të hash, për shkakun tënd qoftë mallkuar toka, prej saj me mund do ta nxjerrësh kafshatën për çdo ditë të jetës sate. Do të prodhoj ferra e halluga dhe do të ushqehesh me barishte toke. Me djerës të ballit tënd do ta hash bukën, derisa të mos kthehesh në dhe prej të cilit që nxjerr, sepse pluhur je dhe në pluhur do të kthehesh." Njeriu e quajti gruan e vet Evë, sepse ajo është nëna e të gjithë të gjallëve. Zoti Hy ja bëri njeriut e gruas së tij petkat prej lëkure dhe i veshi. Atëherë Zoti Hy tha: "Ja, njeriu u bë gati si njëri prej nesh, duke e njohur të mirën e të keqen. Tani pra, Zoti ishte mirë ta shtri dorën e të marrë prej pemës së jetës, e të hajë dhe të jetojë për amshim." Zoti Hy e dëboi njeriun prej kopshtit të Edenit, që ta punoi tokën prej së cilës që krijuar. E dëboi njeriun dhe, në lindjen e kopshtit të Edenit, i vendosi kerubinët e shpatën flakëruese vringëlluese për ta ruajtur shtegun e pemës së jetës.